Në lagjen e vjetër të qytetit, ku rrugicat mbusheshin me aromën e sapunit të lirë dhe zhurmën e fshesave të mëngjesit, jetonte një familje e thjeshtë, Mira, Petriti dhe vajza e tyre, Elona. Shtëpia e tyre ishte një dhomë e vogël në katin përdes të një ndërtese të vjetër, me mure që mbartnin kujtimet e lagështisë dhe varfërisë, por edhe dashurinë e një familjeje që nuk e njihte dorëzimin. Elona ishte 14 vjeçe, nxënëse në një nga shkollat më të mira të qytetit. Kishte fituar bursë për shkak të rezultateve të larta, por kjo nuk e ndryshonte faktin se vinte nga një botë tjetër, ajo e atyre që jetonin me pak, që numëronin lekët para se të shkonin në tregë. Çdo mëngjes, Petriti ngrihej në 4 të mëngjesit. Merrte karrocën e hekurit me fshesën e vjetër dhe çantën e punës ku mbante bukën me djath që i bënte Mira. Ai ishte pastrues rrugësh, një nga ata njerëz që qyteti i injoronte, por pa të cilët rrugët nuk do të ndriçonin kurrë në agim. Mira, nga ana tjetër, punonte pastruese në shkollën e vet vajzës së saj. Ajo niste punën sapo binte zilja e parë e mëngjesit, përpara se të mbërrinin nxënësit. Përpiqej të mbaronte gjithçka para se ta shite Elona, që vajza të mos ndihej në siklet. Në sytë e tyre, Elona ishte gjithçka që kishin. Ishte ëndra që i mbante gjallë, shpresa që i nxirrte nga lodhja e përditshme. Ata kursenin çdo qindark për librat e saj, për uniformën, për transportin. Madje, një herë, Petriti kishte shitur telefonin e vet për t'i bler vajzës një palë atlete që të mos ndihej më ndryshe nga të tjerat, siç i kishte thënë Mirës me një buzëqeshje të lodhur, por Elona, ndonse e donte shumë familjen e saj, kishte filluar ta ndjente peshën e dallimeve shoqërore. Në klasën e saj, vajzat vishnin rroba marke, flisnin për pushime jashtë vendit, për dhurata nga prindërit që punonin në kompani të mëdha. Ajo përpiqej të përshtatej, të mos dallohej, po prindërit e tu çfarë punë bëjnë? E pyeti një ditë Arta, shoqja e saj më e mirë. E bia e një biznesmeni. Elona ngriti sytë dhe qeshi me siklet, babai im punon në bashki. Diçka me mirëmbajtje, tha me zë të ulët, ishte gjysma e së vërtetës, por për të ishte më e lehtë ta thoshte kështu. Të njëjtën mbrëmje, ajo hyri në shtëpi dhe pa babain e saj duke larë duart e nxira nga pluhuri i rrugëve. U afrua, por sytë e saj shmangën të tij. Si shkoj sot, bi? E pyeti ai, duke ia fshirë duart me peshqir. Mirë babi. Tha ajo pa entuziazëm. Ai vuri re një hije në fytyrën e saj. Atë tha, kush gjë në shkollë? Jo. Thjesht jam e lodhur. Në fakt, ajo nuk ishte e lodhur. Ishte e mbushur me ndjenja të përziera, dashuri. Turp, faj. Ajo i donte prindërit, por frika se mos se tallnin në shkollë për varfërinë e tyre e gëryente ngadalë. Një ditë, në mësim, drejtoresha hyri në klasë për të lajmëruar se do të organizohej dita e prindërve. Ishte një aktivitet ku prindërit do të ftoheshin të takonin mësuesit dhe të merrnin pjesë në prezantimet e nxënësve. Në fillim, Elona u gëzua. Por kur kuptoi se do të duhej të vinin edhe prindërit e saj, gjaku ju fton në damar. Jo, s'mund të ndodhë. Përshpëriti ajo në shtëpia të natë. Mira e pa me habi. Pse jo, bia ime? Duam të shohim, të jemi aty për ty. Jo, nën, s'ka nevojë. Është aktivitet i vogël. S'vjen njeri. Por mësuesja tha që duhet të vim të gjithë. Ndërhyri Petriti me një zë të butë. Elona ngriti tonin. Jo, ju lutem. Mos e jani. S'dua të flas më për këtë. Fjalët e saj ranë si thik në zemrën e prindërve. Mira uli kokën, e kuptoi pse vajza reagonte ashtu. Pas pak, në dhomë mbeti vetëm heshtja. Vetëm rrahjet e zemrës së një nëne që e dinte se dashuria e saj nuk mjaftonte për ta mbrojtur vajzën nga turpi i botës. Të nesërmen, Petriti u zgjua më herët se zakonisht. Pasi mbaroi punën, bleu një trëndafil të vetëm dhe e la në tavolinën e vajzës me një shënim të vogël. Mos harro, bia ime, çdo pikë djersë e jona është për buzëqeshjen tënde. Por Elona nuk e pa atë fjalë. Kur u kthye nga shkolla, e gjeti lulen të tharë. Dita e prindërve erdhi.
Shkolla ishte e mbushur me prindër elegant, me makina luksoze në obor, me aroma të parfumit dhe me zhurmën e këpucëve të shtrenjta mbi pllakat e pastra që, ironikisht, I kishte larë Mira atë mëngjes. Mësuesja e lajmëroi Elonën se prindërit e saj ishin në rrugë. Ajo u ngrit e trembur. Çfarë? Jo, s'duhet të vinë. Por ishte vonë. Në derën e sallës qëndronte Mira me rrobat e saj të thjeshta të pastrimit dhe duar që ende kishin aromë detergjenti. Pranë saj, Petriti mbante kapelen në dorë me një buzëqeshje të ndrojtur, në sallë ra heshtje. Një vajzë në rreshtin e parë përshpëriti, janë ata që pastrojnë rrugët. Të tjerët filluan të qeshnin në heshtje, të përshpëritnin fjalë që I ngjanin thikave. Elona uli kokën. Lotët I umblodhen në sy. E ndjente fytyrën që I diqte. Elona, e dashur, I tha mësuesja, na I prezanto prindërit e tu. Por ajo nuk foli. U ngrit dhe doli me vrap nga salla, duke e lënë pas nënën e babajn të hutuar dhe të fyer. Mira e ndjeu gjoksin që I shtrëngoi. E kuptoi gjithçka pa qenë nevoja për ta dëgjuar. I u mbushën syt me lot, por buzëqeshi lehtë, për të mos treguar dhimbjen, është në moshën e adoleshencës, s'ka gjë. I tha Petritit, por zëri I saj dridhej. Në shtëpi, Elona qëndroi e mbyllur në dhomë. Nuk foli as atë mbrëmje, as të nesërmen. Mira I solli darkën pranë derës. Nuk të detyroj të flasësh, por dua të dish se ne të duam pavarësisht gjithçkaje, I tha ajo me një zë të butë, por Elona nuk reagoi. Në zemrën e saj luftonin dy ndjenja, dashuria për prindërit dhe frika e turpit që I kishte ndjerë para gjithë shkollës. Ditët kaluan. Në shkollë, disa nxënës vazhduan ta ngacmonin. Bi pastruesish e quanin disa, dhe çdo herë ajo kthehej në shtëpi me kokën ulur, duke u përpjekur të mos e tregonte dhimbjen që ndjente, por jeta kishte përgatitur një mësim që ajo s'do ta harronte kurrë. Ditët pas incidentit në shkollë ishin të rënda. Shtëpia dukej më e heshtur se kurrë. Petriti dhe Mira flisnin pak, ndërsa Elona qëndronte mbyllur në dhomë, duke mos guxuar t'i shihte në sy. Në zemrën e saj kishte diçka që nuk po e kuptonte më. Pse ndjente kaq turp për njerëzit që e kishin rritur me aq dashuri një pasdite. Ndërsa po kthehej nga shkolla, dëgjoi disa nxënës që flisnin me zë të lartë pas saj. Ajo është ajo vajza që I pastrojnë prindërit shkollën. Tha njëri me tallje, të tjerët qeshën. Elona eci më shpejt, me syt poshtë. Një djalë, Arbeni, I tha, mos u mërzit, Elona. Nuk ka turp në punën e ndershme. Ajo s'u përgjigj, por fjalët e tij I mbetën në mendje gjatë gjithë mbrëmjes. Në darkë, ndërsa prindërit ishin ulur në kuzhinë duke numëruar pak lekë për faturën e dritave, Elona dëgjoi nga dhoma e saj zërin e lodhur të nënës, s'na dalin, Petrit. Do shkoj të punoj edhe pasdite në pastrim privat, te një shtëpi që më ka kërkuar zonja për ndihmë. Mos lodhesh kaq, mirë. Po unë do të bëj 2 turne. Jo, ti se përballon dot. E ke shtyllën e kurrizit të lodhur. Më mirë unë. E rëndësishme është të mos I mungoj asgjë Elonës. Elona e dëgjoi gjithçka, dhe zemra I rahu fort. Syt I mbushën me lot. Ishte hera e parë që I dëgjonte duke folur për vështirësitë pa dashur ta shqetësonin. Ajo doli ngadalë nga dhoma, pa zhurmë. I pa të ulur në tavolinë, me dritën e zbeth që binte mbi fytyrat e tyre të lodhura. Ishte si të shihte për herë të parë realitetin, nënën me duar të plasaritura dhe babajn me duar të rrudhosura nga fshesa dhe dimri. Pa folur, u afrua dhe I përqafoi të dy. Mira u step, pastaj e mbajti fort në kraharor. Ç'ke, bi? Më falni, përshpëriti ajo mes lotësh. Më falni që u turpërova nga ju. Të dy prindërit e pan me syt që ndritnin. Mos thuaj kështu, I tha babai duke I ledhatuar flokët. Ti s'na ke turpëruar kurrë. Ne jemi krenar për ty, vetëm do që ti të mos ndihesh keq për ne. Por unë ndihesha. Dhe kjo më vredh. Nuk e dija se sa shumë sakrifikoni.
Në atë qast, diçka brenda saj u thye, por në vend të turpit, u mbush me diçka tjetër, me ndjenjen e vërtet të krenarisë, të nesërmen, kur shkoj në shkollë, mësuesja e thiri në zyrë, Elona, mund të ulesh pak? Tha ajo me zë të butë. Elona u ul, me ndjenjen se diçka nuk shkonte. Kam dashur të flas me ty, dje më erdhi një raport nga bashkia. Ti e di se kush paguan bursën tënde, apo jo? Jo. Mendova se ishte ndihmë nga shkolla. Jo, vajzë. Bursën tënde e paguajnë prindërit e tu. Ata kanë refuzuar çdo ndihmë, kanë punuar me orë të zgjatura që të mund të ndjekësh këtë shkollë private. Madje, babai yt pastron rrugët pranë shkollës çdo mëngjes që ti të mos vonohesh. A e di këtë? Elona u ngrit në këmbë, si e goditur nga rrufeja. Syt i mbushën me lot, jo. Nuk e dija. Ata kur s'kan kërkuar lavdi. Vetëm kanë dashur që ti të kesh një të ardhme ndryshe. Kur doli nga zyra, Elona mezi po merrte frym. E ndjeu veten më të vogël se kur, por edhe më të fortë. Pas shkollës, ajo vendosi t'i ndjek fshehurazi. Dinte që nëna shkonte pasdite te një zonjë për pastrim. E ndoqi nga pas deri në një vilë të madhe. Aty, e pa duke dalë me fytyrën e lodhur, por me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë. Në dorë mbante një zarf. E hapi pak më tej rrugës dhe pa brenda disa para. Mira u ul në një stol pranë rrugës, hapi zarfin, i numëroi paratë me kujdes dhe futi një pjesë në një zarf tjetër ku kishte shkruar për shkollën e Elonës. Në atë qast, Elona nuk mundi më ta përmbante veten. Vrapoi drejt saj, i ra në gjunjë dhe e përqafoi fort, nëna ime. Faleminderit. Më fal që s'të kam kuptuar. Mira u tremb, pastaj e ngriti vajzën në këmbë, mos qaj, zemra ime. Ti je arsyeja pse unë punoj. Nuk ka asnjë turp në djersën time. Në mbrëmje, kur u kthyen në shtëpi, Elona qëndroi në dritare, duke parë babain e saj që pastronte karrocën. Zemra i diqte, por jo nga turpi, nga dashuria. Disa ditë më vonë, në shkollë, organizoi një aktivitet i ri, të nderojmë punën. Çdo nxënës duhej të fliste për dikë që e frymëzonte. Kur erdhi radha e Elonës, të gjithë prisnin që ajo të përmendte ndonjë shkrimtar, mjek apo figurë të famshme. Por ajo doli para gjithë klasës, e ngriti kokën dhe tha, personat që më frymëzojnë më shumë janë prindërit e mi. Babai im është pastrues rrugësh dhe nëna ime pastruese në këtë shkollë. Por ata janë më të ndershmit, më të fortët dhe më të dashurit njerëz që njoh. Fal tyre, unë jam këtu. Fal sakrificës së tyre, unë do të bëhem dikush. Në sallë ra heshtje. Pastaj, një nga mësueset filloi të duartrokas. Duartrokitjet u përhapën ngadalë në të gjithë klasën, Elona qeshi mes lotësh. Për herë të parë, nuk fshihej më. Për herë të parë, ndjente krenari, në fund të ditës, kur po dilte nga shkolla, pa nënën duke pastruar korridorin. Ajo i bëri me dorë dhe Elona i u përgjigj me një përqafim të fortë, nën, nuk kam më turp. Tani kam vetëm dashuri. Mira e shtrëngoi në kraharor, kjo është e vetmja gjë që kam dashur të dëgjoj ndonjëherë, tha ajo duke i puthur flokët, dhe që nga ajo ditë, Elona e kuptoi se pas çdo robe të thjeshtë, pas çdo duar të lodhur, fshihej një histori dashurie e pastër. Një dashuri që s'ka nevojë për pasuri, për lavdi apo për duartrokitje, mjafton të jetë e vërtetë. Vitet kaluan, Elona u rrit, mbaroi gjimnazin me rezultate të shkëlqyera dhe fitoi një bursë për universitet. Ishte dita që prindërit e saj kishin ëndërruar gjithë jetën. Në atë mëngjes, Mira nuk flinte dot nga emocionet. Kishte veshur fustanin e saj të vetëm të mirë dhe e kishte hekurosur 3 herë, Petriti, megjithse duart i dridheshin nga lodhja e punës, ja rregulloi vajzës flokët sikur ishte e vogël. Mos harro kush je, i tha ai, dhe kur mos harro se nga erdhe. Nuk do ta harroj kur, babi, u përgjigj ajo, duke e përqafuar fort. Kur u nis për në universitet, i mori me vete jo vetëm ëndrat, por edhe historinë e tyre.
Në qytetin e ri, ajo punoi me orar të pjesshëm, studioi ditë e natë dhe dërgonte çdo muaj një pjesë të bursës në shtëpi. Nuk harronte asnjëherë të telefononte çdo mbrëmje, jam mirë, nën. Kam mësuar shumë sot. Kujdes shëndetin, bi, i thoshte Mira gjithmonë. Librat siken, por trupi po. Petriti e dëgjonte në heshtje, me sytë që i mbusheshin me lot krenarie. Kjo vajzë do të bëhet diçka e madhe, thoshte shpesh në lagje. Pas 4 vitesh studimesh, Elona përfundoi me nderime. U diplomua në ekonomi dhe menjëherë pas kësaj i ofrua një vend pune në një kompani ndërkombëtare. Ishte dita më e madhe e jetës së saj, jo për veten, por për ata që i kishin hapur rrugën me duar të lodhura e shpirt të madh. Një mëngjes, pa i thënë askujt, ajo u kthye në qytetin e saj të vogël. Kishte marrë me qira një makinë të thjeshtë dhe një buqet me trëndafila. Kur arriti para shtëpisë, gjeti nënën duke larë rrobat jashtë dhe babain që ndreqte karrocën e pastrimit. Ajo i pa për një moment nga larg dhe fytyra i u mbush me dridhë. Ishin të lodhur, por të njëjtët njerëz që i kishin mësuar ç'është nderi, mami. Babi. Thiri ajo, ata u kthyen të habitur. Mira e la legenin dhe vrapoi drejt saj, Elona. A je ti vërtet? Ajo qeshi, duke e përqafuar fort, po, nën. U ktheva për ju. Petriti u afrua ngadalë, me sytë e mbushur me lot, mos më thuaj që ke lënë punën për të ardhur këtu. Jo, babi. Kam ardhur t'ju marr me vete. Ata mbetën të shtangur. Elona mori nga çanta disa letra dhe ua tregoi, kam marrë një apartament në qytet, afër punës sime. Dua të jetoni me mua. Ju s'do të punoni më. Ju e keni bërë pjesën tuaj. Mira nisi të qante, jo, bi. Ne jemi mirë këtu. Nuk duam të bezdisim. Elona i kapi duart, nuk jeni bezdi. Jeni arsyeja pse jam ajo që jam. Nuk dua më që të punoni, dua të pushoni, të jetoni për veten tuaj. Tani është radha ime të punoj për ju. Petriti uli kokën. Ishte hera e parë që ndjente se bara e viteve po i binte nga shpatullat, kurse kam menduar që do vinte dita që ti do të kujdeseshe për ne. Ne vetëm donim të shinim të lumtur. Dhe tani do të jeni të lumtur bashkë me mua, tha ajo, duke i përqafuar të dy. Pak javë më vonë, ata u zhvendosën në apartamentin e ri. Ishte i vogël, por i pastër dhe i mbushur me dridhë. Mira kishte një dhomë me dritare nga dielli i mëngjesit dhe Petriti kishte një karrige të re që Elona ja kishte bler për ta lexuar gazetën e tij të preferuar. Çdo mëngjes, ajo përgatite kafen dhe thoshte, tani jeni mbretërit e mi. Ata qeshnin, por brenda tyre ndjenin diçka që se kishin përjetuar kur më parë, paqe. Një ditë, kompania ku punonte Elona organizoi një aktivitet të madh për punonisit dhe familjet e tyre. Ajo e ftoi edhe nënën e babain, por këtë herë, jo me frikë, me krenari. Mira u përpoq të refuzonte, por Elona nuk e la këtë herë. Dua që të vini. Dua që të gjithë të dinë kush më mësoi ç'është forca dhe ndershmëria. Në ditën e aktivitetit, prindërit e saj hynë në sallë me emocion. Ishte një ambient luksos, me drita, rroba elegante dhe njerëz të suksesshëm. Por Elona nuk e pa më këtë botë si diçka që e ndante prej tyre, ajo e pa si një vend ku prindërit e saj më në fund përkisnin, sepse dinjiteti nuk matet me rroba apo para. Në fund të fjalimit të saj, ajo tha para gjithë sallës, kam shumë arsye për të qenë mirënjohëse në këtë jetë, por mbi të gjitha, jam mirënjohëse për prindërit e mi. Ata janë njerëzit më të pasur që njoh, jo sepse kanë para, por sepse kanë shpirt. Nëna ime, që ka pastruar korridore për vite, më ka mësuar ç'është pastërtia e shpirtit. Babai im, që ka pastruar rrugët e qytetit, më ka mësuar se nderi nuk ndotet kurrë nga pluhuri i punës. Në sallë ra heshtje. Më pas, njerëzit filluan të duar trokasin. Mira e mbuloi fytyrën me duar, duke qarë. Petriti ngriti kokën dhe në sytë e tij shndriste diçka që as varfëria, as lodhja se kishin shuar kurrë, krenaria.
Pas fjalimit, drejtori i kompanisë u afrua te Elona dhe tha, ke prindër të mrekullueshëm. Fal njerëzve si ata, ky vend ka ende shpresë. Elona qeshi dhe ju kthye, e di. Dhe tani është radha ime ta provoj me veprimet e mia në mbrëmje. Kur u kthyen në shtëpi, Mira ndezi qirinjt e vegjël në kuzhinë dhe tha, kujton kur s'kishim as dritë, Petrit? Ai qeshi, po, dhe ti e thoshe gjithmonë që edhe një qiri i vogël mjafton për të parë rrugën. Elona i pa të dy dhe i përqafoi, ju ishit qiriu im. Ajo e dinte, në çdo sukses të saj, në çdo hap përpara, në çdo fjalë që do të thoshte në jetë, do të qëndronte përjetësisht dashuria e tyre. Sepse ajo që dikur kishte qenë vajza që turpërohej nga prindërit e saj të varfër, tani ishte bërë gruaja që e ngriti krenarinë e tyre në maj, dhe në fund, kuptoi diçka që shumë njerëz nuk e kuptojnë kurrë. Njerëzit më të pasur në botë janë ata që kanë dashuri të vërtetë, jo ata që kanë llogari të mbushura.